Përshëndetje miqtë e emisionit Glamour. Një ritakim tjetër ky. E diela ora 20 është rezervuar gjithnjë për tema interesante, bashkëbisedime mbi kulturën, artin dhe të gjitha risit të cilet ne i përzgjedhim me një nuhatje për t'i sjellur këtu në studio dhe t'i transmetuar deri tek publiku më i gjerë. Në ruajtjen e dokeve dhe zakoneve shqiptare gjithmonë kam pasur një lup e cila i ka zgjedhur të ftuarit. Ata të cilët kanë punuar mbi vepra, të cilët kanë ndërtuar mbi vepra. Janë njerëz të cilët janë dëshmuar dhe Maqedonia një shumë emra shqiptar të cilët tash e sa vite kanë ndërtuar pikërisht këto doke dhe zakone të kulturës shqiptare dhe të traditës tonë kombëtare. Prej kohës kam dashur që në këtë studio të ndalem dhe të flas pak mbi ansamblin e këngëve dhe vallave shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Fati ynë që së fundi është emruar drejtor zoti Jetmir Rexhepi. Mik prej shumë kohësh, duke e njoftur punën e tij, unë besoj që mbi supe ka marrë një detyrë të cilës do t'ia dal. Në studio me mua, bashkë me ju, do të ndajmë një bashkëbisedim televiziv. Jetmir, mirë se erdhe. Mirë se u gjetët, Jelza. Ansambli i këngëve dhe vallave shqiptare, në momentin në cilën u themelua, unë e kisha menduar si një mision pak të vonuar, sepse janë gjithë këta njerëz të cilët kanë bërë për kulturën shqiptare, e kanë ndërtuar me një nuhatje dhe e kanë futur pikërisht në atë lupën e kombit për ta ndërtuar sa më pastër, sa më bukur dhe për t'i ruajtur të gjitha vlerat kombëtare të cilat vijnë nga zona të ndryshme të Maqedonisë, për të cilën na kanë lakmi të gjithë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, po dhe në diasporë, apo jo. Po sigurisht. Do të ndalem që nga momenti i parë në të cilën je emëruar si drejtor aty. E kishe si mision ndoshta në këtë pikë të karrierës tënde t'jesh këtu ku je sot? Djelza, unë ne njihemi, kështu që njerë ju falenderoj për ftesën, me që ne jemi shumë të angazhuar edhe patjetër që ndaj tako që të vi bashkëbisedim me juve. Falenderoj. Unë kam nisë për një rrugë tjetër në karrierën time, por ja që mu dha si drejtor i ansamblit thënë për momentin ushtrues detyre, por asnjëherë se kam menduar që do jem në krye të ansamblit të këngëve dhe vallave të Republikës Maqedonisë Veriut. Unë kam qenë si solist në ansambël, por sidoqoftë ju e dini edhe i keni ndjek hap pas hapi çdo problematik që ka ansambli. Me qëllim kam ardhur, me një qëllim shumë të mirë që të ndaj bashkë me ju dhe me gjithë opinionin një lajm shumë të mirë që pas shumë problematikave që kishim ngelen 10 veta jashtë punës, ne arritëm bashkë me njerëzit, dashamirët edhe të pushtetit, edhe jashtë kuintave tjera, kështu që na kanë ndihmuar tepër, se nuk du të përmendi shumë emra se dikush mund t'i dhrohet, se të gjithë, edhe Ministria Kulturës, edhe krerët e partisë, edhe jashtë partisë, edhe individ, na kanë ndihmuar që sot ne murëm 6 pëlqime, që do kemi 6 persona të cilët do hyjnë në punë, që kanë qenë, kanë dhënë kontribut 5 vjetë dhe sot do kthehen në punë. Pas kësaj, nisim me njëherë mbas kësaj 6-ës, inshallah Zoti na jep shëndet, e nisim edhe 4-shën, sepse këto kanë qenë 10 veta të cilët kanë ngel jashtë, dhe nisim me 4-shën. 6-a është rregullu, është gati, vetëm ne e kemi hap si konkurs. Besoj që njerëzit e kuptojnë këtë, që mos kjo bëhet për ata të cilët e kemi dhënë si fjalë që do hyjnë në punë, dhe këto 6-a do kompletohen. Pasi që të kompletohen këto 6-a, minjëherë nisim me 4-shën, kur jashtë do të ngelin unë i quaj valltaret më të mira të ansamblit, është Gjeneta, Albana,
Sara edhe një valltar i cili ka qenë volonter 3 vjet e gjys, që nuk duhet i hahet haki, thojnë ka ne, është Nehati. Që këto janë 4 pas 6 që duhet të bëjmë që mos kret qohen kam edhe këto të kompletohen dhe pas kësaj me Zotin para do kërkojmë edhe pëlqime tjera, edhe kërkesa, do me thëmë, për punëtor të ri. Me këtë gjashtë, cila është tashmë e sigurt për kjo plotësohet komplet që na jep mundësi për të kërku edhe për 4 tjetër. Sa është numri i gjithve? 42 është komplet. Edhe sektori i muzikës, edhe sektori i vallës, edhe sektori i orkestrit. I orkestrës. Po, me që ra fjala tek se kam shumë telefonata për pjesën e këngëtarëve dhe të orkestrit. Ne në ansambël e kemi të kompletuar sektorin e këngëtarëve, njëkohësisht edhe sektorin e orkestrit, po. Vetëm ka ngel sektori i vallëve, që duhet këto 6 plotësohen dhe pas kësaj i kemi edhe këto 4 pa tjetër që ti sistemojmë edhe pas kësaj me Zotin para do të rregullohet çdo gjë. Ka qenë një detyrë e cilat ka tanguar shumë për rregullimin e pikërisht këtyre 10 antarëve të cilët ngelen jashtë, por që gjatë gjithë kësaj rruge të kanë shoqëruar edhe disa punë të tjera të cilat të dashur ti rregullosh, edhe me plan programin, po dhe me vënien e modeleve të reja të cilat do të hyjnë pikërisht në ansamblin e këngëve dhe valleve. Jetmir, risiu besoj ka shumë, sepse këtë njohjen tënde ndërkombëtare të cilën e ke mes miqë dhe kolegësh, unë besoj që do të shfrytëzosh në mënyrën më të mirë për t'i sjellur në maqoni, apo edhe për të bërë bashkëpunime të ndryshme në udhëtime të ndryshme të cilat i planifikon. Ma thuaj pak të plan programin të cilin e formulove. Çfarë fute brenda saj dhe çfarë pahet arsyeshme që duhet me patjetër të vijë një vallë e caktuar apo të vijë një këngë e caktuar? Unë kur mora postin, domethënë si ushtrues detyre, mendova që Rexha, vallja e Rexhës, kjo është bë një vallë shumë si punë, si dramë është bë. Domethënë komplet pjesa rituali i darsmës, dhe unë kam menduar që të jetë vallja e Rexhës, që ta kuptojnë njerëzit se si është historia e Rexhës. Por këtë e kam gjetë të gatshme, sepse drejtori më përpashëm, ushtrues detyre që ishte Shkëlqim Jahiu, kishte bërë një marrëveshje me dikën që të bëhet edhe kjo vallë dhe unë e pranova që të jetë edhe kjo vallë. Pas kësaj kemi bërë dhe vallën që do bëhet vallja, ende nuk është bë, veç Rexha është pjesë përfundimtare finale, edhe muzika. Tash kemi vallën Rrezet e Shkupit, se shpesh thonë prej Tetove je nuk ke bë asnjë vallë prej Tetove, po vetëm Shkup. Po tash ne njëherë Shkupin e kemi kryesor, mandej shkojmë Tetov, Gostivare, Kumanov, te unë nuk ka ashtu, jemi pi Shkupi, jemi prej Tetove. Ne jemi një shtëpi, një kala e madhe që faleminderit gjithë miqve që më kanë përkra, edhe sot ne e bëm si e bëm këtë, domethënë e ndërtum këtë kala. Ka ndihmuar pak edhe pjesa yte artistike të cilën ti e ke si të pandar prej shpirtit, duke qenë pjesë çdo shqiptari, çdo shtëpie, çdo familje, çdo ahengu, prandaj dhe nuk i ndan këto krahina. Jo, nuk i ndaj asnjëherë. Po ne me shoqni bëhen gjërat. Unë vetë s'mund të bëj asgjë, prandaj jam shumë falënderues që kam shok shumë të mirë, miq shumë të mirë dhe kolegë shumë të mirë. Po, vendose Rexhën. Gjithmonë kur ndalesh për të vendosur një prej punimeve të cilat futen në plan program, ke njerëz që të ndihmojnë si etnolog për shembull, si koreograf, si kostumograf. Të desha ta theksoj. Ata të cilët ndoshta e njohin veprën me detaje, në histori, si ka kaluar, si është ndërtuar. Tek ne në ansambël unë kam dhënë detyra njerëzve të cilët janë në ansambël, janë marrëdhënie pune. Shembull, Besarta Murtezani është si shef i gjithë këngëtarëve. Ajo është përgjegjëse për këngëtarët.
Shkëlqim Jahiu, i cili ishte ushtrues detyre atë kemi bë udhëheqës i orkestrit. Taxhedin Sinani, bashkë me Fadil Zenelin, janë përgjegjës të valltarëve, kurse Vullnet Neziri është përgjegjës i gjithë programit. Normal, me bashkëpunim me mua. Pjesën e regjës dhe koreografin i cili e kemi është Gëzimi, nga Shqipëria, ka qenë pjesë, besoj që është edhe solisti i ansamblit shtetëror në Shqipëri. Ai e kemi mik shumë të mirë, kështu që ka bën një gërshetim shumë të mirë të regjës, ju do ta shihni premierën, por e kemi lënë surprizë tjetër. Mos e shfaqim sot. Do të kisha ndalur shumë tek edhe pjesa e mediumeve të cilat vërtet e kanë parë me një sy mjaft kritik ansamblin, gjithmonë kanë qenë aty për ta përcjellur, gjithmonë edhe kanë përkrahur në vendimet të cilat është dashur të miren në momente të caktuara. Je falenderues për gjithë ta njerëz të cilët kanë përkrahje të mirë? Absolutisht jam shumë falenderues ndaj gjithë gazetarëve. Sepse media ka jehon, apo jo? Po, sigurisht. U murën pak me Mindilin me atë me këto, po sidoqoftë Jetmirin e njohën, kush është Jetmiri. Jetmiri nuk e ka fillim, do me thonë, drejtor tjetë i ansamblit shtetëror, po Jetmiri ka qenë një herë drejtor i art klasikut, që unë 20 vjetë kam mbajt art klasiku, unë është qendra e kurseve të muzikës, që gjithë të këngëtarët të ri që i shifni është nëpërmjet durve mia kanë kalu. Njëkohësisht dhe dirigenti i Kori Qytetit 20 vjetë që në kuadër të art klasikut kam themelu edhe festivalin e këngës qytetare në Tetov që edhe sot edhe do t'jetë derisa të... Unë në fakt jam tërhequr pakës prej Korit, kam qenë si dirigent, tash o kemi dhënë hapësirën të rive, se ne tash nuk dimbajmë gjitha institucionet, por sidoqoftë ne jemi aty dhe për të ndihmu çdo kënd. Pjesa e ansamblit ka qenë për mua një eksperiencë e re, sepse s'jam marrë unë me punën e ansamblit, ku më e forta është se gjithë i kam kolegë. Ndonjëherë mi dhrohen mu, po tash detyra e bën vetë, kështu që duhet të më kuptojnë. Sa i përket pjesës gazetarëve jam shumë i kënaqur, sepse gjithë gazetarët i kam shok, edhe nga një herë ka pas rast ku duhet bëhet jehone madhe, por për hir të hatrit, ne thujmë hatër, edhe respektit, nuk e kanë bërë. Megjithatë, më kanë përkrah për çdo gjë, për çdo detaj. Jetmir, një frymë shumë e re e mban në ansamblin, një gjenerat shumë e pjekur, edhe profesionalisht për punën të cilën e bëjnë, janë vetëdijshëm sa shumë peshë ka për institucionin. Të kënaq kjo që gjenerata e re ka një interesim pikrisht për trashëgimin kulturore shqiptare në Maqedoni? Sigurisht, ne, do me thënë, ansamblin gjenerat e re do të vazhdoje. Tash unë nuk jam shumë plak, por mosha e bën veten, kështu që një ditë do vije koha që ne do dalim në pjesën e dytë, do dalim pjesën e parë, edhe unë jam shumë i kënaqur të vije një drejtor edhe më i ri se unë, edhe ta shofe peshën e ansamblit, se kur kemi qenë brenda ne si këngëtar, unë shembull, unë e kam marrë ansamblin. Ansambli është drejtori, duhet udhëheqë drejtori, por ansambli ka rregulla. Dhe sot e shoh që ansambli pas ka rregulla dhe sot e shoh që rregullat duhet respektohen. Dhe të kisha dashur të gjithë ata të cilët janë brenda, nga një herë të vije koha që të shohën çfarë peshë ka ansambli. Se secili prej nesh duhet të thosë se unë jam ansambli. Se dikush ka luftuar për këtë ansamblin. Dhe një falenderim shumë të madh për gjithë ata të cilët e kanë themelu këtë ansamblin, por ne duhet ta mbajmë. Patjetër. Duhet ta mbajmë me çdo kusht. Ne nuk duhet të shohim në ansambël kush çfarë është, por ne duhet të shohim si artist. Çdo njeri, çdo valltar, çdo këngëtar, çdo orkestër duhet ta shohim si artist. Edhe unë nuk e shoh askënd se si çfarë nuk duhet përmendi, sepse unë kam mbyll atë kapitullin, edhe mendojmë që të ecim përpara. Edhe unë i shoh si artista. Ansambli ka një drejtor, pavarësisht unë jam apo nëse do vini ju. Dikush tjetër. Pavarësisht, ne duhet të respektojmë hierarkinë edhe të bëjmë punën tonë të artistit. Qëllimin dhe misionin. Qëllimi është që ne të shkojmë me një festival, rregullat e ansamblit janë këto,
edhe u kryu. Nuk ka nevojnë e tash, se 20 drejtora nuk mund t'jenë aty. Duhet një drejtor të ketë, një menaxhues, edhe u kry. Por ansambli është i gjithëve. Si cili do të thotë, unë jam ansambli. I çdo shqiptari. Jo punojnë ansambli, unë jam ansambli. Dhe kur thush, unë jam ansambli, kjo është shtëpia ime edhe e ruaj si sytë e ballit. Në momentin kur ky ansambël u formua diku viti 2018, 2019, po, sa e mbaj mend, interesimi i gjithë atyre të cilët ishin pjesë e shoqërive kulturore artistike, duke filluar nga manastiri deri në Struk, ishte shumë i madh dhe e pan një dritare si mundësi për të qenë pjesë e ansamblit dhe për ta përjetuar si një nivel. Sepse ne jemi shqiptarë të cilët jemi gëzuar shumë kur në Maqedoni, në Shkup, në kryeqytet apo në Tetov dhe diku tjetër, ka qenë prezent një ansambël nga Kosova apo një ansambël nga Tirana. Ka qenë një eufori qytetarësh, ardashësish, të cilët kanë qenë pjesë e këtyre mbrëmjeve të organizuara, me shumë duar trokitje, me shumë kënaqësi kanë pritur. Dhe erdhi momenti që ky ansambël bëhet pikërisht në Maqedoni. Dhe pikërisht këta njerëz të cilët dikur ishin pjesë e manifestimeve të ndryshme nga Tirana dhe nga Shqipëria, e komentuan mjaft dhe e përkrahën në një formë të publike, me një formë të cilën e shprehën si kënaqësi, sepse shqiptarët e Maqedonisë e kanë merituar këtë ansambël. Vion edhe sot marrish pikërisht lavdrata të tilla për punën ose edhe për nismën dhe për vazhdimsinë. Ansambli kur është themelu, ne shumica të cilët jemi aty sot, jemi gjithë profesionalistë. Nuk do të cekti shumë emra, por unë flas për vete, sepse unë personalisht kam lënë komplet vendimin e punës, ku e kam pas vendimin e punës si profesor, edhe kam lënë vendimin, kam ardhur në ansambël. Nuk më ka interesu as paga, as kurrë, sepse në ansambël unë kam qenë i stërmbushur si artist. Dhe shumica ka lënë shumë vendime edhe janë sot në ansambël. Shqyqyr Zotit që murën dhe vendime, edhe këta tjerët që do hynë janë me vendime, dhe gjithë të cilët pasojnë që do vinë të rej në ansambël, të gjithë do janë me vendime. Kështu që nuk e thëmë unë, e thot ligji, ansambli edhe njëherë do të potencoj, duhet të ruhet si sytë e ballit, sepse aset kulturor. Dhe ne mundohemi atë sa mundemi, por duhet të bëhemi bashk edhe. Nuk do të thosë që është ka hyrë një drejtor i ri edhe tash ta sulmojmë, me qenë se nuk më kanë sulmu shumë mu, se thash edhe pak para potencova i kam shumë miq, për çdo respekt, por duhet gjithë të ngrihemi bashk, pavarësisht Tetov, Gostivar, Shkup, Kumanov, të gjithë të jemi bashk edhe të bëjmë ansamblin të hece përpara. Po, e kishe menduar ndoshta një bashkëpunim mes Tiranës edhe Prishtinës? Sigurisht. Kur hina drejtor, misioni im ka qenë do dal pak te logoja, se bisedu. Logoja që ishte më herët, ishte një logo e cila tash nuk du të flasun e për atë, por misioni im ka qenë gjithmonë që të kthehet logoja vjetër, kur është themelu në vitin 2019, mos gaboj, dhe sot e kemi kthy atë logon. E kemi kthy në mënyrë perfekte. E rindërtuar apo originale? Jo, originale, e cila ka qenë prej vitit 2019, kur është themelu ansambli. Besoj, mendoj që në kohën e fillimi i ansamblit ka qenë Fatos Lumani, drejtor. Mandej, si janë ka viju ajo, kush si ka hy. Tash unë... Logoja ka histori? Logoja sigurisht e ka bë... Flet për? Tash nuk e... Qatë isha tu, nuk e di kush e kish bë logon, nga dhënim, duke dhe ka bë logon, por nga dhënim me meti. Ai ka bë logon, logoja është e vjetër, themelimi i ansamblit, prej fillimi ka qenë me atë logon, dhe unë e kam kthy atë logon. Mandej, kanë viju punët tjera, si duhet shkojnë një ansamblit. Se unë i ri, kam pyet shumë njerëz, edhe si mbas asaj kam punu. Po,
Një udhëtim i fundit i cili ishte pikërisht me trupën e valleve, me sektorin e valleve. Komplet kemi qenë. Komplet, po. Do me thënë ka qenë valltarët, orkestrit dhe këngëtarët. Ishim në një udhëtim, unë si drejtor, ushtrues detyre, isha në udhëtim të Dolni Lom në Çeki. Atje ishte një festival shumë i mirë, një pritje shumë e ngrohtë. Ne morëm pjesë me disa valle si i kemi ne, shqiptarët, kështu valle perfekte. Bili ata thanë edhe në vitin tjetër të vini, sepse ishin shumë të kënaqur me ansamblin. Dhe unë isha shumë i kënaqur se mora fjalë shumë të mira për ansamblin. Megjithse këto janë gjithë artistë edhe gjithë janë profesionalista, normal tash artisti si artist nuk do shumë ketë orar. Ka qef tjetë më i lirë. Më i lirë, po. Me që ne kemi regullën që kështu, që duhet të kalojë si pas regullës, por që ashtu kalojmë. Na kuptojnë Ansambli në Çeki u takua edhe me ansamblet tjera ndërkombëtare, sigurisht, po. Shkëmbeni zakonisht kontakte, shkëmbeni edhe diskutime të ndryshme mbi ndërtimin e një projekti të radhës, për shembull. Po, projekti radhës është që do shkojnë në Ibiza. Ta shkojnë me 23-30 qershor. Do të udhtojmë për në Ibiza, është një festival i cili askush s'ka marrë pjesë. Ne jemi të parët të cilët do marrën pjesë. Edhe mandej vazhdojmë projektet e radhës që nuk du t'i shfaqi, sepse unë kam dëshirë gjithmonë kur të realizohet ftesa zyrtare, atëherë dua që të përmendi realizimin i cili do të bëhet. Kështu që unë kam shumë ftesa, po jemi në bisedime me Këshillin Artistik për ku do të marrën pjesë. Jetmir, unë duke njoftur këtë frymën e Ballkanit, e di që në momentin që ngjitet në skenë një ansambël me këngë valle popullore, gjithmonë merr shumë duar trokitje dhe merr shumë okazione, sepse e pëlqen populli ballkanas pikërisht muzikën popullore edhe doket dhe zakonet. Por kur ju lëvizni në këto vende të cilët ne pak i njohim me frymën e tyre, si Ibiza për shembull, ose ndonjë vend tjetër të cilën ti e ke vizituar sepse ke qenë pjesë e ansamblit. Ma përshkruaj pak si ata e përjetojnë këtë vlerën kombëtare. Po, ju e dini pak e shumë pjesën e festivaleve të ndryshme që bëhet në Bursa, bëhet në për lloj vende që edhe disa herë mi pa në festivale. Po, bashkë kemi qenë, po. Ata kanë disa valle, si është normal, se cili vend ka rritet e veta, zakonet e veta, por ne jemi ma burnore, a kupton? Interesohen për shembull shqiptar, sa e vjetër është kjo valle, po, ose për sigurisht, veshjet njëre kombëtare? pike parë interesohen për pjesën e xhubletës. Po, sepse ne kemi shumë ngjyra në veshjet tona kombëtare. Pjesë e xhubletës që e ruan UNESCO-ja, veshjen. Edhe ata mund ta njohin si informacion. Po, e njohin si informacion, por nuk kanë pas rast ta shohin edhe ta prekin si duket. Mandej ka shumë interesant për pjesën e plisit, si sa vjeçar është, dhe janë shumë gjë interesante për ne shqiptarët që ne i kemi në dorë, i mbajmë dhe nuk ja dim vlerën, kështu që tash jom shumë i kënaqur që gjatë këtyre performancave që bëjmë jashtë vendit edhe kuptojmë sa vlerë kemi dhe sa peshë kemi neve. Po, Jetmir, në momentin që takohen pikërisht valltarët, orkestruesit, këngëtarët me këta ndërkombëtar të cilët kanë besoj shumë pyetje mbi instrumentet. Mbi instrumentet edhe mbi veshjet edhe mbi këngët. Edhe mbi këngët, po. Sepse çdo këngë ka një histori në vetë. Ne kishim një këngë, ndoshta e keni pa juve, është kur jam kanë 12 vjetë, është Trio Zajazi, është realizu projekti i ansamblit, dhe Besarta, Era edhe Melisa ishin të veshura me veshjen e Kërçovës, që është një veshje shumë e bukur, nuk i ke pa, ndoshta me ato bëzbukurimet, me ato rekvizitat, edhe u afru dikush më pyeti, tha, çfarë veshje është kjo? Thash, kjo veshje është veshja më e bukur e shqiptarve, edhe e veshje, edhe është një pjesë e Kërçovës, kështu që është veshja më e bukur, që unë personalisht, si këngëtar, që kom marrë pjesë në lloj festivale, atë ditë e kom pa veshjen që
më ka pëlqy shumë si veshje. Përveç ngjyrave edhe ka shkëlqim. Perfekt, nuk diskutohet. Dhe kur gërshetohet kënga edhe veshja, ajo bëhet diçka e përkryer. Po ke nevojë ti për një punonjës ndoshta apostafat i cili do të mirret pikërisht me historikun e gjitha këtyre për t'i rrëfyer ndoshta turistëve apo edhe të tjerëve të cilët do të shprehin interesim. Ne në ansambël, kjo është ansambli fillim tashkanis. Po e ke menduar si ide, po, besoj? Sigurisht, ne kemi mendu shumë gjona, po këto nuk bëhen shpejtësi, por do t'i lëm kohës që ne vazhdimisht do t'i kërkojmë. Do t'i kërkojmë edhe kostumografen, edhe inspicientin, do t'i kërkojmë edhe koreograf, edhe korepetitorin, do t'i kërkojmë edhe drejtorin artistik, do t'i kërkojmë shumë gjëra që neve na nevojiten, etnomuzikolog, por avash do t'i bëjmë. Do të ndërtohet. Shpresojmë që do rregullohet. Jetmir, jam kurioztare shumë të di edhe për veshjet, sepse kanë një material shumë specifik dhe ruajtja e tyre duhet një forme veçantë apo jo. I plotëson ansambli këto kushte për ruajtjen e pikërisht këtyre veshjeve të cilat janë nga ky material specifik i cili duhet ruajtur në kushtet, temperatura? Ne kemi 2 dhoma. Në fakt, kur erdha unë si drejtor, kam bë 2 dhoma dhe kam bë garderobën e djemve veç, garderobën e vajzave veç. Tua them të drejtën, ne nuk i kemi kushtet për ruajtjen e veshjeve, sepse ato gjatë periudhës që rrinë aty mund edhe të prishen. Po, sepse ti këtë informacion e din edhe prej shumë kohë më përpara. Kështu që duhet të bëhet një përpjekje shumë shpejt që ne nisim edhe t'i ruajmë, në fakt t'i konservojmë ato, t'i ruajmë si duhet. Ne kemi shumë veshje të shtrejta në ansambël që duhet të ruhen. Kemi veshje autoktone, veshje origjinale, jo të qepura pastaj. Po, origjinale. Por shpresoj të ardhmen që do rregullohen edhe këto. Si kanë komentuar veshjet e ansamblit njerëzit kompetent me të cilët je takuar? Veçanërisht që theksova veshjen e Kërçovës të vajzave dhe veshjen e Rekës, që është një veshje perfekte, që edhe unë kur marr pjesë këndoj ndonjëherë me ansamblin, se tash unë e këngëtarja mos të largohem me një herë, se thuajnë, je po drejtor më këndo. Unë në zemër e kam këngën, me këngë kam jetu, jam rritë, edhe kur dalë unë në skenë, dalë me veshjen e Rekës. Aq veshje bukur është edhe e vajzave, po edhe e djemve. Po. Veshje shumë e vjetër, shumë vjeçare, po edhe shumë e bukur, po. Edhe një histori e cila flet shumë mbi atë veshje. Unë desha që në këtë rast të shfaqi edhe diçka të bukur. Në bordin e ansamblit, unë kam ftu special zonjën Zejna Alimi, e cila ka bërë 2 libra për pjesën e Rekës, dhe për ne është një nder shumë i madh që e kemi në ansambël. Zonja Zejna është mikeshe jona, ajo gjithmonë është prezente me punimet edhe i njeh në detaje. Ajo i njeh shumë më mirë detaje dhe unë personalisht si drejtor, si ushtrues detyre që mos kapen që tha drejtor, ushtrues detyre, unë jam shumë i kënaqur që mesin ton në ansambël e kemi zonjën Zejna, njëkohësisht edhe Jashar Sejdiun, i cili është një ikonë e këngës autoktone e Pollogut. 2 njerëz të cilët i njoh personalisht dhe e di sa ata përkushtohen mbi punën të cilën e bëjnë dhe sa investojnë nga vetja e tyre për të qenë sa më real me historinë njëherë, edhe pastaj me atë të cilën do ta lënë trashëgim për brezat në vazhdim. Jetmir, unë e di që ti ke nevojë shumë për mbështetjen financiare institucionale. Si qëndron me mbështetjen? Shqiptarin kur e pyesish për financiare, krejtimi ne kemi nevojë për financiare. Por tash, fatin e kemi kështu. Dhe sipas kësaj do punojmë. Unë nuk jam tip që kërkoj milionin, 100 milion, por avash do t'i rregullojmë punët. Por qatë që e kemi, qatë do të ham. Sa kemi qatë. Unë nuk jam tip që shkoj 20 festivale. Një shkoj, po tamam shkoj. Me këto që shkum në Çeki, një falimderim shumë i madh tash, mos dale se thot ja Jetmiri e respekton. Unë do të falimderoj shumë për përkrajen që gjatë kësaj periudhës na e ka dhënë Bilal Kasami,
miku im shumë i shtrenjtë dhe njëherë kryetari i Tetovës, që gjithmonë për ansamblet, nuk diskutoj veç për ansamblin shqiptar që i kemi ne, po edhe për Gjelanxheqin dhe për gjithë ansamblet që kanë nevojë për udhëtime, për çdo send, kryetari neve na ka përkrah shumë. Gjithmonë kjo mbështetja financiare e cila jepet nga institucionet të cilat janë sigurisht një udhërfyes shumë i rëndësishëm, apo jo, sepse ndihmojnë edhe kulturën, edhe arsimin, edhe sportin, janë shumë të nevojshme pikërisht për nisma. Dhe pastaj të tjerat ndërtohen rrugës, apo jo? Pa thash, unë ngadalë do t'i bëjmë. Tash, në pjesën e Çekis, ne s'kishim në plan program që të shkojmë Çeki, kjo dul ashtu, por faleminderit shumë madh që neve e respektoj ansamblin edhe e bëri të mundshëm që unë si ushtrues detyre i parë në ansambl që erdha, mora pjesë në... Të kesh një udhëtim, po. Jetmir, disa herë kam theksuar që jo rasisht je aty, sepse gjithë karriera yte, mos them gjithë jeta yte ka të bëjë me muzikën, ka të bëjë me veprat të cilat janë dokumentuar, tashmë janë histori, janë këngë të cilat janë rikënduar, janë kënduar, janë kompozuar, enkas nga Jetmiri, por që pikërisht këto ansamble, këto shoqëri kulturore artistike nuk i ke neglizhuar asnjëherë. Je përgjigjur gjithmonë ftesave të cilat ti kanë bërë pikërisht për të qenë pjesë e tyre. Edhe këtë frymën ti e njeh shumë mirë, si funksionon një ansambël ose si funksionon një shoqëri kulturore artistike. Do kishe dashur ndonjë vepër të X shoqërisë kulturore artistike ta sjellësh dhe ta dokumentosh në ansambël? Unë Djelza, mos them unë, ne bashk. Unë kam kërku edhe bashk me Këshillin, kemi kërku që mos e ndjen jashtë ansamblit të gjitha shoqërit, kam dërgu si cilës shoqëri nga 2 vajza të binë volonter të jesën pjesë e ansamblit. Sa bukur. Askush nuk më përgjigjur. Kështu që e kam pas për detyrë morale, njerëzore, që unë të dërgoj si cilit shoqëri kulturore artistike, pavarësisht nuk kam bë krahasim, u kam dërgu që e janë jaku e keni ansamblin, sepse ansamblin, nëse mendojmë se është imi, është i, kjo është gabim. Ansambli është i gjithëve. Dhe unë mendoj që ansambl e ka vendi si cili. Tash do nisish volonter, pa vash avash, do të vije koha, gjdo gjo e ka shrujt Zoti i Madh. Kështu që edhe unë mendoj që kështu do të bëhet. Unë pres përgjigje nga sicili ansambël, nga sicili shoqëri, që të mbjen nga 2 volontere vajza. Se ne djem kemi nevojë për vajza. Dhe së shpejti, kur do vije koha për të rregullu pjesën tjetër, do kërkojmë edhe më shumë vajza. Je pyetur pse nuk janë përgjigjur Jetmir? Po nuk e di. Unë kam çuar emailin, pres përgjigje, kur do binë përgjigjen, do ta marrim. Sepse ne jemi një gjeneratë e cila shumë punë ka bërë edhe pa pagesë. Absolutisht, unë kam qenë Xheladi Xheqiri 33 vjetë, kam dhënë kontribut pa asnjë lek. Përveç asaj, 20 vjetë kam qenë dirigjent i Kori Qytetit. Kam themelu dhe festivalin e këngës qytetare në kuadër të art klasikut, që sot është festivali dhe bëhet. Ato më gjujnë si nder i festivalit, dirigjenti nderin, dirigjenti i festivalit, por unë e di çfarë sakrifici kam bërë për atë festival, edhe për atë kor i cili është sot dhe do jetë, e kupton, sepse nuk do të thotë që nuk është Jetmiri dhe nuk do jetë kori. Do vazhdojë kori, do vazhdojë festivali. Ne do t'i përmbajmë, patjetër. Po edhe një herë e theksoj, sepse ansambli nuk bëhet pa rini. Patjetër rinia t'jetë aty. Edhe unë shpresoj që ndoshta ato kanë qenë të zonën me festivale të ndryshme, se tash e kanë kohën shkojnë në për festivale, shpresoj që do vije përgjigja pozitive, që të vinë edhe volonter vajza, po ne më të tjetë kërkojmë edhe volonter tjetë edhe orkestër, po volonter edhe këngëtar.
Nuk do të Mendon thotë që gjithmonë është mjaft për një grup të caktuar orkestri ose këngëtarët Jo, ose jo. gjithmonë mund të shtohet Pa numri apo jo? tjetër që do shtohet. Nuk do të thotë që do jetë veç një, po e marr shembull, veç një klarinet, apo vetëm një obo, apo vetëm një violin. Pa tjetër që do ketë 2 violina, një obo, 2 klarineta, 2 fisarmonika. Në momentin, ke mungesë të ndonjë instrumenti të caktuar? Jo, Jo. s'kemi. Gjithë instrumentet i kemi të kompletuar, njëkohësisht edhe këngëtarët i kemi të kompletuar. Eventualisht ne mund të bëjmë një përjashtim tek që jam pjesë e një grupi të rish, ku kanë themelu oktetin e Tetovës, dhe ato mund t'i fusim në funksion, bashkë me ansamblin, një memorandu bashkëpunimi, për një koncert që ne zakonisht, kur shpesh kam thonë, ne do të bëjmë një koncert për bashkët Kosovë, Shqipëri dhe Maqedonia e Veriut. Dhe do të vije koha së shpejti, që me datë, mos më kapni për datën, por besoj që 22 korrik do të bëhet festivali gala, koncerti gala, i cili do të jetë në verën tetovare, ku do jetë ansambli i Shqipërisë, ansambli i Maqedonisë së Veriut dhe ansambli i Kosovës. Ky koncept është hedhur në letër, ka kaluar, është mbështetur? Po, sigurisht. Normal, tash mund të mos vije komplet ansambli i Shqipërisë me valle, por me këngë do të vije. Ose mund të më vije ansambli i Kosovës me këngëtarët gjithë, po me valle do të vije. Dhe unë mendoj, e kam konceptuar të bëhet një valle e përbashkët, bëhet festë madhe quhet, që do jenë edhe këngëtarët e ansamblit tonë, edhe këngëtarët e ansamblit Shqipërisë, edhe këngëtarët e ansamblit të Kosovës, po do ta lëm që ta shihni drejt për së drejti. Pse u vendos në Tetovë, Jetmir? E disha se të më bësh këtë pyetje. Jo se unë jam prej Tetovë. Jo, asnjë diskutoj. Sepse është një organizim i cili bëhet Tetovë tash e disa vite, është vera tetovare. Po, vetëm diçka ka, edhe besoj që do jemi një linje, një mendimi. Po. Unë Shkupin e du shumë, se punoj Shkup. Po. Edhe ke shumë miq prej Shkupit, Absolutisht, cilët duan shumë. absolutisht. Edhe unë i dua, i respektoj, edhe jam 24 thyë 7 për atë. Dhe asë njënit në të thosë që nuk e kam hap telefonin, gjithmonë. Por ansambli i këngëve dhe valleve të Republikës Maqedonisë së Veriut është nisë në Tetovë. Erdhin Shkup. Asë njëherë koncert nuk ka bon Tetovë. Ja ka borç Tetovës një koncert. Dhe unë atë borgjin du t'ja kthej Tetovës. Këtë verë. Pa tjetër. Vetëm Zotit na e përshëndet. Uroj t'ja dilni. Faleminderit. Jetmir, unë besoj që në momentin që ti e ullur pikrish me këta njerëz të cilët ua ke besuar detyrat në ansambël, të ka ngacmuar ajo që të bësh ndoshta edhe një krahasim mes ansamblit këngëve dhe valleve maqedone. Si kanë funksionuar gjatë gjithë këtyre viteve, si janë ndërtuar, çfarë rrugë kanë zgjedhur ata për të qenë sot këta që janë. Të ka lënë kjo një ngacmim kështu brenda teje që ndoshta ta bësh dhe një krahasim? Ngacmim pozitiv. Pozitiv. Ashtu. Gjithmonë? Sepse, para se sa kam marrë detyrën, unë pas disa muajve kam shku tek Taneci. Që se ka bo asë një drejtor tash mos dalën shumë ma i mençun. Po, mendimi im është kështu. Pa bashkëpunim as gjos më bërë. Dhe kam shku edhe kam pyet drejtoreshën, që na priti shumë mirë, një delegacion i vogël ishim ne. E mi tha këto, për çdo orkestra ka pjesën e vet, këngëtarët kanë pjesën e vet, vallëtarët kanë pjesën e vet, do me thënë udhëhecit. Dhe unë në këtë formë kam shku. Edhe besoj që shumë sukses do ketë këtë formë. Sepse secili merret me sektorin e vet, po. Nuk mund unë si drejtor të mirem edhe me këngëtarët, edhe me orkestrin, edhe me vallëtarët. E kuptoj. Prandaj ka udhëheqës. Detyrat kur dahen janë shumë gjoja më e mirë. Kanë rezultat. Sigurisht. Po. Jetmir, do kisha dashur që të vazhdojmë bisedën edhe për disa pyetje të tjera të cilat
më tangojnë mua si gazetare, por edhe shikuesit të cilët e përcjellin ansamblin me shumë kurreshtje, por ne do të lëmë një takim të radhës, sepse të gjitha këto projekte të cilët do të vinë, do të përcjellen nga televizioni jonë. Dhe takimet gjithmonë t'i bëjmë kaq shumë të frytshme, duke dhënë kaq shumë informacione dhe lajme të mira gjithmonë për ansamblin. Ka ngelur diçka pa theksuar ndoshta për një afat kohor të shkurtër, çfarë do të ndodhë për t'i njoftuar shikuesit, apo? Po pikës pari këto 6 njëherë duhet të rregullohen, se i lodhëm njerëzit me këto 6. Se unë e kam, a di si thunë, tek ne agjen të topë ku dhe më dhomë i shkon gjuma. Edhe unë gjumë nuk bëj, se dikush të dao gjumë zbëj. Pa tjetër që të rregullohen 6, edhe të rregullohet edhe 4, mande kemi pjesën tjetër të vjen festat e nëndorit. Që ne kemi shumë aktivitete, por prandaj nuk do të japëm edhe një hapësirë për një emision të tjetër, që emisionin tjetër do të vi, nëse ka nevojë dhe me një grup këngëtarësh të këndojnë live. Po, patjetër. Po, edhe kjo studio është si shtëpia yte, sepse faleminderit shumë për gjithmonë ju, unë jam rrit këtu edhe prandaj vi pa. Po, duke e ditë këtë ecuri, prandaj dhe e theksova që kjo është shtëpia yte gjithmonë, sepse këtu ke regjistruar shumë emisione, këngë dhe... Jetë mirë, unë të falemderoj për ardhjen tënde në studio. Besoj kemi prekur disa prej momenteve të cilët për momentin janë aktuale në ansambël dhe duke ju premtuar shikuesve për ritakimin ton ndoshta edhe me një pjesë të bordit me cilët ti bashkëpunon. Pse jo? Secilit flas për sektorin e tij, si e ndërton, si ecë rrugës, çfarë vështirësi ka, ku ngec, ku ka lëvërdi ndoshta për të ecur me një vrull sa më të madh, të gjitha këtu mund t'i themi dhe publiku të jetë sa më informuar. Sigurisht. Normal se publiku nuk di çfarë ndodhen në ansambël. Mendojnë se unë jam ulën karriken e u kënaqa, jo. Unë jam shumë, do me thënë, me shumë probleme ballafaqohem, por faleminderit edhe një herë do të potencoj që gjithë miqve që i kemi, edhe në për ministri, edhe jashtë ministrie, edhe në për televizione, na kanë ndihmuar jashtë mase. Po, shumë mirë kur i kemi pikërisht këta miq të cilët e din vlerën kombëtare. Edhe njëherë faleminderit, suksese për ty, suksese për ansamblin. Djelza, faleminderit shumë, suksesi më i madh do jetë kur do jemi bashkë këtu, edhe do të bëjmë një performancë të vogël, edhe ajo është që duket. Patjetër. Shumë faleminderit për ftesën, edhe unë dajt ako që erdha special për ju. Shumë faleminderit. Respekt. Miq, ka qenë kjo gjitha që kishim servuar sot për ju, duke ju lënë një ritakim të dielnarshme, sigurisht ora 20, deri atëherë, mirëmbëjtje.